Në 104 vjetorin e themelimit të Kryshit të Kuq Shqiptar dhe ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit, Kryshi i Kuq Shqipëri zhvilloi një mbrëmje të veçantë gala në drejtimin e këngëtares dhe moderatores së njohur Marcela Çibukaj. Aktiviteti synonte vlerësimin e mira vullnetarëve, që çdo vit i shërbejnë komunitetit me përkushtim dhe profesionalizëm. Edhe këtë vit, Sigal Insurance Group ishte pjesë e këtij aktiviteti bamirës. Kompania kontribuoi në mënyrë simbolike dhe domethënëse me interpretimin e disa pjesëve muzikore nga Orkestra e Harqeve Sigal, e drejtuar nga mjeshtri i madh Ermir Distari, e cila këtë vit shënon 12 vjet aktivitet të pandërprer, duke i dhënë mbrëmjes nota të larta artistike dhe emocione të bukura. Sigal Insurance Group ashtu i dhuroi Kryshit të Kuq 10 karta check-up i falas të dedikuara për nëna dhe fëmijë. Ky gest erdhi si mbështetje konkrete për parandalimin e sëmundjeve. Kompania e konsideron parandalimin në kohë të sëmundjeve si armën e fitoreve të sigurta për shoqëri të shëndetshme, sepse shëndeti mbetet pasuria më e madhe që kemi. Vullnetarizmin dhe përvojën e gjatë të Kryshit të Kuq e nderuan me paraqitjen e tyre artistike grupi balerinave të shkollës së baletit, një balet klasik në çift, disa këngë që përsollën mesazhe të forta dhe fjalët përshëndetëse të drejtuesve dhe aktivistëve të Kryshit të Kuq. Sigal Insurance Group me pjesëmarrje në këtë mbrëmje përforcon rolin e saj si kompani që ushtron me seriozitet përgjegjësinë sociale dhe që e kupton më së miri ndikimin e saj pozitiv në shoqëri si kompania më e madhe dhe më e besuar e sigurimeve në rajon.